ministrat e drejtësisë kanë qenë shqiptarë. Me thënë, dikush këto nuk e ka kryer detyrimin bazë ashtu siç e parashek kushtetuta dhe ligji. Pra, mund të themi se institucionet, në këtë rast të Ministria e Drejtësisë, mbajnë një përgjegjësi jashtëzakonisht të lartë dhe janë të detyruara të mundsojnë dhënien e provimit të gjithësorit në gjuhën shqipe, të harmonizohen aktet në ligjore me kushtetutë dhe ligjin për gjuhën dhe të garantohet barazi reale dhe jo formale në sistemin e drejtësisë. Pra, drejtësia nuk matet vetëm me ligje, por me barazi dhe qasje reale. Pa gjuhën shqipe në provimin e gjithësorit, nuk ka drejtësi gjithëpërfshirëse dhe as është shtetë multietnik. Pra, në këtë rrethana është parapar mbas kushtetutës dhe aspekteve ligjore që detyrimisht përveç praktikës gjyqësore që mbahet në sistemin gjyqësor, këto janë 3 elemente bazë. Nuk është vetëm provimi i gjyqësorit, por janë të ndërlidhura për arsye se është edhe akademia për prokurorët, edhe akademia për gjyqtarët, dhe nëse merret për bazë dëmi që është shkaktuar, do të shohim në emrimet e fundit që është bërë prej 120 studentë dhe Maqedonës, 1 shqiptar ose 2 shqiptar. Përsa përket emrimit, do të shohim që është 19 me 1. Përsa përket bashkëpunëtorëve profesional, do të shohim se është 19 me 1. Nëse përket praktikantë dhe kështu me radhë, pra thjesht shqiptarët nuk kanë qasje në sistemin gjyqësor, dhe nga ana tjetër shohim se gjithmonë ministrat e drejtësisë kanë qenë shqiptarë. Me thënë, dikush këto nuk e ka kryer detyrimin bazë ashtu siç e parashek kushtetuta dhe ligji. Faza e dytë, përveç sistemin, me thënë funksional, përsa përket të drejtave dhe detyrimeve që parashek kushtet për diplomën, praktikën dhe kështu me radhë, është edhe mbajtja e seancave gjyqësore. Mbas seancave gjyqësore, ne kemi raste kur të gjithë trupi gjykues, duke filluar nga daktilografia, gjyqtarët porot, kryetari i grupit, kryetari i këshillit gjykues e kështu me radhë, gjithta janë shqiptarë ndërsa procedurat mbahen në Maqedonë, në gjuhën maqedone. Detyrimisht duhet aty ku është 20% që parapar mbas aspektit ligjor, të gjitha seancat dhe zhvillimet kanë të drejtë të zhvillohen në gjuhën shqipe, mirë por procedurat mbahen në gjuhën shqipe dhe në gjuhën maqedone, pa marrë parasysh se cili nivel. Mirë po këtu ka qenë edhe toleranca jonë shqiptarëve, të cilët nuk kanë iniciuar që të drejtën të realizojnë të drejtë. Unë i përkrah gjithë studentët, i përkrah gjithë sistemin e drejtësisë, sepse sistemi i drejtësisë është shtet me të cilën funksionojnë të gjitha të drejtat dhe detyrimet. Dhe nëse neglizhohet ajo, atëherë nuk kemi pse të pretendohet në Bashkimin Evropian. Janë disa procese me të cilat detyrimisht duhet të ndërhihet dhe të mundsohet që gjithë studentët të japin provimin e gjyqësorit në gjuhën shqipe, provimin e përmbaruesve të japin në gjuhën shqipe, po ashtu dhe provimin e noterëve të mundsohet në gjuhën shqipe, sepse është kategori kushtetuese. Fatkeqësisht, nacionalizmi shtetëror Maqedonës gjithmonë e ka goditur këtë kategori.